Tu e pa të me zgjedhjen e Ardan Berishës, basketbollisti i vitit nga ona e Federatës Basketit në fund të vitit kaluar. Pati një reagim të Ndrilonit, sipas jush, a kanë çmimi merituar për Dardanin me atë çka kemi pa apo jo? Po gjithë. Dardani, më thënë, edhe 100 emisione me më thirë, prapë thamë është lojtari më i mirë në Kosovë për ato që ka dhënë. Sekvencat vogla mundën me ndryshu dikush. Gjithmonë unë mendoj që më i miri. Këtë çmimi është për kështu për sezonin. Po për sezonin, pa dyshim fare. Më thonë, sepse me hit tash në detaje, jo kaq asiste e kështu aty s'mundet me zgjedh asnjëherë njëri, po normalisht ata që kanë votu, ata e dinë mas mirë, po edhe për menimin tim është okay. Apo pajtohesh Izmet? S'pe përfundojmë tash emisionin për mu pajtu, pa dash pak një kontrol. One, kom thonë që Dardan Berisha është lojtari më i mirë i Kosovës i gjitha kohrave. Aq kom pas reagime domethënë prej disa ish basketbollistëve më të vjetër, më kanë shkruajt, më kanë thirrë pse ke thonë ti ashtu se na jemi legjenda na kështu, po do të më di domethënë ku ka luajtur Dardan Berisha. Ka luajtur në një kampionat evropian, ka luajtur në ABA League, ka luajtur në Eurocup, ka luajtur në jena domethënë mirë po, se për sezonin e fundit domethënë që u zgjedh, mendoj që ndoshta e ka fituar çmimin domethënë ato jetësore çka është, por jo basketbollisti më i mirë i vitit për sezonin e kaluar. Për vetë faktit se gjithmonë në Evropë, në Amerikë, basketbollisti më i mirë i sezonit zgjedhet prej ekipit kampion, domethënë që e fiton titullin. Mundet domethënë më zgjedh për sezonin e rregullt, por për tërë vitin domethënë që llogaritet edhe play-offi, kupa, superkupa, këto dalet në arenën ndërkombëtare, mendoj që e ka merituar dikush tjetër.